Nëse do të shije atë, do të shije një djalë të ri me sy të gjerë, me dëmë që shkëlqejnë, i gjatë dhe i bukur. Nga sytë e tij rrezatonte një inteligjencë mpret, i mbuluar me dinjitet, megjithse i ri në moshë. Ai sapo kishte mbushur të 20-tat. Ai kishte një miqësi të ngushtë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një ditë ai, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, tha: "O Muadh, pasha Allahun, të dua shumë për hir të Allahut." Muadhi tha: "Pasha Allahun, edhe unë të dua shumë për hir të Allahut, o i dërguari i Allahut." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, një ditë sa po tregonte pozitën e Muadhit, tha: "Ditën e Kiametit, Muadhi do të ringjallet përballë dietarëve. Gjithashtu ka thënë, më i ditur i popullit tim për gjërat e lejuara dhe për gjërat e ndaluara është Muadhi." Ai ishte i katërti nga 4 njerëzit që e mësuan të gjithë Kur'anin sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muadhi e mësoi gjithë këtë dituri nga që e shoqëroi gjatë pejgamberin. Ai vinte nga shtëpia e tij nga fisi Beni Seleme, falej me pejgamberin dhe qëndronte në tubimin e tij derisa falte namazin e Yacis bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, e pastaj kthehej në fisin e tij ku e prisnin që të faleshin pas tij. E pse jo? Kur ai ishte ai që e dinte më shumë Kur'anin dhe më i dituri në mesin e tyre. Ai falte përsëri namazin e Yacis, ata farzin, ndërsa ky e falte nafile. Me këtë djalosh të ditur, njëherë ndodhi një ngjarje me domethënie të madhe. Një ditë prej ditësh, u fal siç e kishte zakon të falje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj u kthye për të falur me njerëzit e fisit të tij Beni Seleme, të cilët e prisnin si zakonisht për të falur. Atë natë, ai filloi namazin me këndimin e sures El Bekare. Duke qenë se ai ishte i ri dhe dinte shumë Kur'an, ai vazhdoi të lexonte me ngadalë suren dhe nuk po e ndërpriste. Kjo sure është më e gjata e sureve të Kur'anit. Me sa duket, ai do ta lexonte deri në fund. Mirë po pas tij po falej një djalë i ri, i cili e kishte kaluar gjithë ditën duke transportuar ujë mbi deven e tij dhe duke vaditur pemat. Ai ishte i lodhur dhe i kputur. Ai s'kishte më fuqi të vazhdonte më tej kur namazi u zgjatë dhe Muadhi po lexonte me ngadalë. Ai e plotësoi namazin në mënyrë individuale, pastaj doli jashtë, mori deven e tij dhe u largua. Kur Muadhi e mbaroi faljen e namazit dhe i treguan për atë djalin, Muadhi tha: "Ai është hipokrit." Djaloshi dëgjoi për fjalën e Muadhit dhe të nesërmen shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku ishte edhe Muadhi dhe tha: "O i dërguari i Allahut, ne jemi popull që punojmë me duart tona dhe vadisim pemë duke transportuar ujë me devet tona." Muadhi që ndron gjatë pranteje, pastaj kthehet dhe zgjat namazin me ne. Mbrëm u fal dhe këndoi suren El Bekare. Unë u shkputa dhe u fala vetëm, por ai më quajti hipokrit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Muadhit: "O Muadh, a provokuesi e ti, nëse falesh imam me xhamat, atëherë këndo suren El Shems, El Ala, El Leil, sepse pas teje falen të moshuarit, të dobtit dhe nevojtarët." Pastaj dërguari i Allahut ju drejtua të riut Ensari dhe ai tha: "O nipim, si vepron kur falesh?" Ai tha: "Lexoj suren El Fatiha, pastaj pas El Tehiyatit. Lutem duke thënë: O Zot, të kërkoj xhenetin edhe të kërkoj të më mbrosh nga zjarri. Pasha Allahun, unë nuk di të këndoj si këndon ti, as si këndon Muadhi." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Edhe unë dhe Muadhi, rreth kësaj sidhemi." Pastaj djaloshi tha: "Ama Muadhi ka për ta parë kur të vinë njerëzit." Djaloshi kishte për qëllim Kurejshët, sepse ai e kishte marrë vesh se ata janë nisur për betejën e Uhudit. Kur u zhvillua betejë e Uhudit, djaloshi mori pjesë në luftë dhe era dëshmor. Më vonë pejgamberi thot Muadhit: "Çfarë bëri kundërshtarim dhe joti?" Muadhi tha: "O i dërguari i Allahut." Ai ia tha të vërtetën, kurse unë gënjeva. Ai era dëshmor, kurse unë jo. Një, domethënia e parë e kësaj skene është ndarja midis vendit të adhurimit dhe mënyrës së kryerjes së tij. Namazi është shtyllla më e madhe e fesë pas 2 dëshmive. Është shtyllla kryesore e Islamit dhe kënaqësia e besimtarëve, por kryerja e tij në mënyrë që u vështirëson njerëzve që ta kryejnë atë është gabim që zemron pejgamberin, i cili e qorton këtë veprim. Kjo ndarje ndërmjet kuptimit sheriatik dhe përpjekjes njerëzore në zbatimin e saj
është e qartë në sunetin profetik. Pejgamberi nuk është zemëruar në ndonjë ligjerim për diçka sa është zemëruar për imamin që e zgjat namazin e sabahut. Ai thot: "O njerëz, ka prej jush që janë largues. Prandaj cili do prej jush që i pri njerëzve, le ta shkurtoj." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai te cilit ju shpall ajeti, duke bërë lutjen, namazin e agimit. Vërtet, lutja e agimit është e përcjell. Ngjashëm me këtë është edhe kritika e fortë që i bëri Usame bin Zeidit radiallahu anhu, kur ai në një fushë betejë duke luftuar kishte vrarë një armik pasi kishte thënë La ilaha illallah, edhe pse ajo ishte një betejë e shenjtë në rrugën e Allahut e organizuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, ai, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zemërua dhe ja ktheu mbrapsht atij që e dha të gjithë pasurinë e tij për bamirësi, duke mos lënë asgjë për familjen e tij dhe i tha: "Njëri prej jush vjen me të gjithë pasurinë e tij dhe i jep lëmosh. Pastaj ja shtrin dorën të tjerëve. Sadaka jepet kur je i pasur." Edhe pse ai, pejgamberi, është ai që tha: "Sadakaja është argument." Kjo ndarje midis vlerës së adhurimit dhe pozitës së saj midis zbatimit dhe mënyrës së kryerjes së saj e bëri veprimin objekt kritike dhe këshille dhe gabimin objekt korrigjimi. Pastaj u bë një ngatrim midis veprave të mira dhe mënyrës së kryerjes së tyre. Ka nga ata që me gabimet e tyre u avështirësojnë njerëzve faljen e namazit, i cili është shtylla kryesore e Islamit. Ka nga ata që me gabimet e tyre u amarrin jetën njerëzve nëpërmjet zbatimit të xhihadit, i cili është maja e kulmit Islamit. Ka nga ata që me gabimet e tyre i dëmtojnë njerëzit nëpërmjet zbatimit të urdhërimit për mirë dhe ndalimit nga e keqja, i cili është mburoja e umetit nga shkatërimi. Ka nga ata që me gabimet e tyre në ligjerim u bën njerëzve të bezisme edhe këshillën, e cila është ringjallje për zemrat e kështu me radhë. Gabimi në kryerjen e adhurimeve është diçka që mund të ndodhë, sepse ne nuk presim që kryerjen e tyre ta bëjnë pejgamber të pagabueshëm apo engjëj të pastër, por njerëz si ne. Gabimi dyfisht është nëse ne përdorim tekstet e shenjta për t'u shmangur kritikës ndaj gabimit në kryerjen e adhurimit. Për shembull, nëse gabojmë dhe zgjasim namazin, atëherë këtë gabim përpiqemi ta arsyetojmë ajetin. Vërtet, ajo është e madhe, vështirë, por jo edhe për ata që kanë frikë Zotin. Nëse gabojmë në çështjen e xhihadit, përpiqemi të mbrohemi nga kritikat me ajetin. Juve u është bërë obligim lufta, ndonse ju e urreni atë. El Bekare 216. Nëse gabojmë në zbatimin e urdhërimit për mirë dhe ndalimit nga e keqja, mbrohemi nga kritika me shprehjen që të mos fundoset anija, apo me hadithin, pas ti, ndryshimit me zemër, nuk ka më besim. Dhe kështu, në këtë mënyrë, argumentit që tregojnë vlerën dhe rëndësinë e një adhurimi, do t'i përdorim për të justifikuar gabimet tona në kryerjen e tyre. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e sqaroi qasjen e duhur për gabimet gjatë faljes kur tha: "O Muad, a dëshiron të jesh provokues? O njerëz, ka prej jush që janë largues." Për gabimin në xhihad tha: "A e vrave atë pasi tha La ilaha illallah dhe O Allah, unë distancohem nga ajo që bëri Kalidi." Kështu orientoheshin dhe drejtoheshin veprat në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu korrigjoheshin dhe ndreqeshin gabimet. 2. Ubejdullah bin Adi bin El Kiyar tha se kam dëgjuar Omerin radiallahu anhu në minber duke thënë: "O njerëz, mos u bëni njerëzve Zotin të urryer." Ata thanë: "Zoti të falt, e si mund të ndodh kjo?" Ai tha: "Kur njeri prej jush është imam dhe u zgjat namazin njerëzve, derisa u bën të urryer edhe namazin. Dërsa sot mund të themi: Zoti e mëshiroft prisin e besimtarëve Omerin, sa njerëz i kemi larguar nga adhurimet, duke u vështirësuar. O Zot, na fal."